Me piano mund të luash një simfoni. Me piano mund të luash çdo lloj muzike dhe ka jo vetëm melodin, po ka basin, ka harmonin, është një tingëllim I plot. Po piano që dëgjojmë tani nuk ka qenë gjithmonë kështu, ka pas rrugëtimin e vet. Fillimisht ka qenë një instrument piano, gjyshja e pianos është clavicembalo, quhet, që është një instrument shumë më minor, shumë më I vogël, me pak tingëllim. Me sa oktava? Me 2-3 oktava ndoshta? Me 4 oktava, varet se ka pas edhe më të vogla, ka pas edhe me 2 edhe me 4. Po kurse si nuk është kjo pianoforte që njohim tani dhe me kompozitorë që kërkonin më shumë për të nxjerr potencialin e tyre. Për shembull Beethoveni, vazhdimisht janë letërkëmbimet e Beethovenit me ata që prodhonin piano, që kërkonte edhe më shumë kështu dhe edhe më shumë bëheni dhe kështu. Po sikur të kishte edhe këtë, u ndryshua piano, sepse kompozitori shtynte prodhuesin që të kishte sa më shumë potencial. Dhe në kohën e Beethovenit ai shkroi një sonatë që quhet Hammer Klavir Sonate. Pra sonata e parë që krijuar për një piano me çekiça, që njohim ne tani. Sepse deri në atë kohë ishte me pickim. Teli. Ishte pothuajse në këtë mënyrë, kurse çekiçi që njohim ne, goditja, ndodhe në kohën e Beethovenit. Me Lisztin akoma më shumë u zhvillua piano, sepse ai kishte një potencial teknik shumë më të madh, u shtuan oktavat në piano. Dhe duke qenë se ai ishte shumë I fuqishëm në interpretim, piano u desh të bëjë edhe më e fuqishme, të bëjë me atë bezamentin e hekurit, të shtrihej në 2 metra e që piano që njohim sa. Sa kjo tavolina jonë ndoshta edhe më e madhe Po tingëllimi një piano 3 metra, një piano të madhe dhe të fuqishme është jashtëzakonshëm. Është shumë I bukur. Nuk ka nevojë që në interpretime në sken të kesh mikrofon tek një piano e tillë. Normalisht ja. Sepse ajo e ka vetë tingullin të fuqishëm. Ajo piano e madhe 3 metra, ajo mban një sallë, le të themi Carnegie Hall që mban 1500 veta, edhe më shumë. Pa nevojë, pra akustika fare për foni, ajo është një piano që e përballon shumë mirë skenën. Dhe Liszti, Franz Liszt ka qenë I pari që ka marrë pianon dhe e ka nxjerrë në mes të skenës, e ka bërë pianistin superstar që mund të mbajë një recital të vetmin në skenë. Po pse përpara Lisztit piano nuk ishte Nuk ishte në skenë, para Lisztit piano ishte në kohën e Mozart në sallone. Po, në sallone po. Në sallonet aristokrate, në kohën e Beethovenit u hap një çik më shumë koncerti, dilte bashkë me orkestrën ama, nuk dilte piano solo. E kuptoj. Ato sonatet e Beethovenit janë shkruar akoma për një sallë më të vogël. Për muzikë dhome, po themi. Po thuajse për muzikë dhome. Liszti është I pari që nxori dhe u bë superstar I kohës. Piano star, që ato vajzat si bëjnë tani për superstarët, mas kitaristit apo mbas që marrin edhe shkojnë nga mbrapa Beatlesave, shkullin e heqin. Të njëjtën gjë bënin për Franz Lisztin. Interesante. Telat thamë, edhe dorashkën që ai e hidhte dhe ato e merrnin kështu të entuziazmuara dhe fijet e flokut të Lisztit që I mblidhin. Ai është superstari I parë në historinë e muzikës. Nëse nuk do kishe zgjedhur pianon, cilin instrument do doje të performoje? Jo instrumentat me harqe, nuk luaj me shumë qef me instrumentist partner, po vetë nuk kam ndonjë ëndër të isha bërë violiniste. Do kisha dashur të isha bërë këngëtare. Okej. Më pëlqen çdo gjë tjetër që lidhet me muzikën, edhe kërcimi, kam zili ato balerinat që kërcejnë. Po, nuk e di. Po nëse me pianon jam mirë. Nëse nuk do të ishe bërë fare muzikante, çfarë do kishe bërë në jetë? Mendon? Nuk e di, me thënë të drejtën, tani është vonë për të ndryshuar, po jam e fat që kam zgjedhur muzikën, sepse muzika është arti jashtëzakonshëm, I mrekullueshëm për të shkuar në shpirtin e njerëzve. Po. Dhe ndoshta edhe një jetën tjetër prap muzikante do isha bërë, nëse do kishte një jetë tjetër. Dhe me që jemi të piano dhe të muzika, çfarë po përgatit në shtëpinë tënde? Cilat janë planet e së ardhmes, çfarë presim? Po përgatis Beethoven. Okej. Që është kompozitori nga më të preferuarit e mi. Është një
Tripli Beethovenit është një vepër ku ka simfoni brenda, sepse është me orkestër simfonike, dhe 3 solistë, është vepra e vetme që ka 3 solistë, piano, violin, violoncel. Me orkestrën e radio televizionit dhe me 2 kolegë të mrekullueshëm, Ermira Beshi, që është një violinist shqiptar që zhvillon gjithë veprimtarinë e tij në Gjermani, po një nga violinistët absolutisht më brillantë që Shqipëria ka pas ndonjëherë, dhe me një violoncelist Giuliano De Angelis, që vjen nga Italia. Do luajmë me orkestrën e radio televizionit një mbrëmje kushtuar Beethovenit dhe do të jetë me 13 mars në Universitetin e Arteve në orën 7. Asa bukur kur çelet pranvera me art. Do të jetë vetëm ju të 3 si ne të 3 si solist dhe orkestra e radio televizionit. Është një tingëllim i jashtëzakonshëm, sepse është edhe një trio muzikore, pra piano, violin, violoncel, po dhe orkestra më pas. Është e vetmja vepër që përmban edhe muzikën e dhomës, edhe muzikën simfonike në të njëjtin vend. Perfekte. Do të shkojmë ta shohim patjetër. Ata bëj një pyetje kështu teknike, se më duket e vogël ajo skena e Black Boxit për orkestër simfonike. Jo te Black Boxit, te salla e madhe. Te salla e madhe, okay, super. Okay. Po keni të drejtë, sepse ajo skena nuk është shumë e madhe. Skena që ti fusin gjithë, kur themi orkestër simfonike, nuk po themi për 120 veta. Jo, më pak se 70. Okay, dakor. Po natyrisht që një tingëllim me 120 veta është i mrekullueshëm. Po orkestra jonë është më e vogël se aq. Mund të jetë 40, 50, 60. Gjithsesi do jetë fantastike, nuk e vën dyshim. Që do dim ç'do bëjmë në 13 mars. Un po e shkruaj që në 13 mars. Më kujtoj edhe mua, lutem. Do shkojmë patjetër. Sepse kemi nevojë të çlirohemi nga gjithë ngarkesa e ditës, edhe ka formë më të mirë se sa ta bësh këtë përmes muzikës. Që do të jetë një mbrëmje shumë e bukur, kështu që nëse keni kohë, hajdeni në ndihmë. Me shumë kënaqësi dhe me shumë dëshirë. Ditë premte në orën 7. Me shumë kënaqësi dhe me shumë dëshirë. Perfekt, aq më tepër pranë fundjavës ku të gjithë kemi të domosdoshme. Kaq për tani apo ka edhe plane të tjera që po mendohen edhe do vinë? Unë kohët e fundit kam qenë vërtet me shumë ngarkesë dhe vazhdimisht i them vetes që duhet ta qetësoj pak atë ritmin e punës, po përfundon pastaj kalendari gjithmonë zihet. Ky është plani më i afërt, pastaj natyrisht që kam edhe plane të tjera, disa festivale në Itali që do të jenë me muzikë dhome, që janë gjithashtu shumë bukura. Kam një program, kam një podcast me Balina Bodinakun dhe Renisa Laçkën për Tefta Tashko Koçon, që besoj që dhe ai do të vinë në Korçë edhe në Tiranë. Është një podcast shumë i bukur që ne kemi bërë në Shkodër, e kemi bërë në Prishtinë dhe njerëzit janë mrekulluar. Është gjithmonë në kuadrin e kujtimit të figurave kombëtare dhe kujtimit e njerëzve që kanë lënë një mbres në këtë, siç është Tefta Tashko Koço dhe Lezgush për Adeci flitet aty për pianistët e asaj kohe, kështu që kujtojmë figura të rëndësishme të kulturës tanë. Gjë që e tham edhe më përpara, e diskutuam që është e rëndësishme që këtë ta bëjmë kohë pas kohe në format që mund të gjenden, që mund të jenë të ndryshme, pra jo detyrimisht në një ditë të vetme, po mund të shtrihen për gjatë gjithë kohës. Unë e marr si përgjegjësia jon që t'i kujtojmë edhe artistët që kanë lënë bresa dhe kanë sakrifikuar për të ardhur, për shembull Tefta Tashko Koço, ka ikur nga Vjena apo nga Milano ku mund të rinte dhe vjen siç e kemi parë tek filmi Koncert në 36 dhe bën koncert në Shqipërinë e thjesht edhe të pa pikën e traditës, si puna saj Lola Gjoka, si puna saj Marie Kraja. Mund të kishim ne Maria Kalas, po zgjodhen që të vinin. Eksakt. Tu. Mund ta kishim bërë komplet një karrierë të ndërtuar aty ku ishte e ndërtuar, si më thënë, salla. Vendosën vinë këtu dhe të ndërtojnë një nga fillimi. Dhe për këtë meritojnë një vlerësim të jashtëzakonshëm dhe një kujtim të përjetshëm. Minimalisht. E vërtet? Mendoj që në Shqipëri do vazhdojnë të dalin figura të tilla me këtë forcë sa dikur, me këtë admirim që ne sot e kemi për ta. Po. Ata kanë pasur vështirësinë edhe fatin që të jenë të parët. Nuk është kollaj të ndërtosh rrugë aty ku është kaldrëmi, e kupton. E kanë bërë me shumë atë dhe dashuri dhe bravo i qoftë. Nuk e di atë ta bënim ne,
shumë njerëz nuk e kanë bërë, kanë vendosur të shkojnë tek ato rrugë që ishin të ndërtuara. Ata kanë ardhur, kanë ndërtuar një sallë nga fillimi dhe kanë ngrit një traditë nga fillimi. Ne na takon të bëjmë më shumë, të bëjmë me respekt për atë që ata kanë bërë, të ndërtojmë gjëra të tjera, të ecim më përpara. Mua më takon të nxjerr sa më shumë pianist dhe suksesi im si pedagoge është që ata të bëhen më të mirë se unë. Aty unë do të jem pedagoge e suksesshme, që ata të performojnë piano më mirë se çun kanë performuar. Dhe me që jemi tek studentët e tu, më të dalluarit, cilët janë, se mund të përmendësh disa emra? Për të cilët ti vërtet i do shumë, edhe i vlerëson shumë për që besoj tani janë në skenat në Shqipëri apo jashtë apo. Unë kam shumë studentë, ashtu që do t'i vlerësoja dhe të t'i doja. Kam një studente që është e para që është diplomuar tek unë, që është tani pedagoge në Prishtinë, Lirika Pula. Kam Igli Rapaj që është pianist në Teatrin e Operës dhe Baletit. Kam shumë studentë që punojnë në Universitetin e Arteve, po do dalloja 2 nga studentët e mia që kanë mbaruar si vjet në 2025-ën. Dhe tani janë përkatësisht në Belgjik dhe në Gjermani, vazhdojnë studimet dhe kanë fituar të drejtën të bëjnë masterin aty, edhe pse konkurenca është shumë e madhe. Hepin dhe Nikolën, 2 vajza super të talentuara që i dua shumë dhe më mungojnë në fakt si vjet. Por edhe si vjet kam student mirë edhe që raporti jon është 1-1. Është një pedagog me një student. Ajo orë leksioni, 1 orë e gjys, unë jam vetëm me atë studenten. Dhe raporti jon shkon për te profesionale, bëhet edhe njerëzor dhe s'ke se si mos të ndikohesh edhe të ndikosh studentin. Kështu që bëhet i ngushtë. Shumë e bukur kjo. Kur kujton në performancat, koncertet, cilin do të cilësoje si më të veçantin? Ato që po, ato që e kujton gjithmonë. Përgjithsisht performancat kanë secila atë originalitetin e vet dhe kanë veçorinë e vet dhe emocionin e vet. Dhe un kam bërë vërtet koncerte shumë të bukura, le të themi me instrumentistë shumë, me Vikena Kamenicën kam pas momente vërtet shumë të bukura. Kemi interpretuar Winterreise që të dyja jemi prekur të Schubertit, po sinqerisht do të veçoja momentet kur luaj me orkestër, sepse para ca kohësh luajta me orkestrën e Radio Televizionit, Rapsodin që ju thasht Ferdinand Dedës, dhe ai momenti kur ti konkuron, por sfidon orkestrën, një piano me të gjithë orkestrën është jashtëzakonshëm. Ai është moment që ti je në re. Një adrenalin shumë e madhe. Kështu që unë do të veçoja momentet kur kemi fatin si pianist të luajmë me orkestër. Është një ndjesie e jashtëzakonshme. Është ndjesia e një njeriu që është në, siç do thoshte im shoq që merret me fluturime, që je në qiell. Je në aeroplan. Në qiell të 7, thuhet zakonisht. Po, je mbire. Ajo adrenalinë, je si për tokës. Ai lloj emocioni të sjell kur luan me orkestrën, sepse janë 70 veta që luajnë në të njëjtën kohë me ty dhe është ajo mbushja shpirtërore, le të themi, adrenalina që të jep ajo lloj muzike dhe ti që sfidon në thonjza tingëllimin e tyre, është e jashtëzakonshme. Era e dytë që më emocionove sot. Ore ti ç'shketi? Po se ti je pianist dhe e kupton këtë gjë. E kuptoj. Edhe është me gjithmonë veçantë. Jam e bindur që po e imagjinoje në këtë moment. Po, sigurisht. Orkestrën e vendosur aty, pianon nga ana tjetër. Sidomos kur ka gjëra kështu madhështore, janë koncertet e Ramaninovit, koncertet e Tchaikovskit, koncerti 5 i Beethovenit, që ngrihet muzika, janë gjëra kaq emocionuese. Janë sublime, janë me të vërtet madhështore që ato ta mbushin zemrën. Në ato momente duhet thjesht të ruash përqëndrimin që mos të marrë emocioni, do të mbushën syt me lotë, mos shofësh më. Aq emocioni madh është. Ka ndodhur? Po, më ka ndodhur. Si ja bëni kur dalin lotët? Po, përpiqesh që të rikthesh. Se emocionuese është që ti ta përçosh emocionet e tjerët, jo të emocionohesh vetë, se kjo pastaj të zgërlash, po. Kur më ka ndodhur kur kam luajtur Toten Tanz, është një vepër e listit për piano dhe orkestër, Vallja e vdekjes, shumë bravur, dhe në fund fare ja lejova vete, sepse ishte pasazhi i fundit, vërtet u emocionova, më mbushën syt me lot, thash tani mbaroj, kështu që ato akordet e fundit le të
mos ta shoh mirë tastierën edhe shkoj shumë mirë. Perfekt. E keqja është kur të kap që në fillim ai emocione. Ajo pastaj bëhet vështirësi për gjithë pjesën, kështu që një nga vështirësitë e profesionit është që duhet kontrollosh emocionet. Nuk do ta bëje dot gjithsesi. Është ke një arsye tjetër pse nuk e bën dot. Se u emocionova. Emocionohesh shpejt u bën. I mbaj mend saxhut që kam bërë në sallën e shkollës muzikës aty në Vlorë, shumë vite përpara, dhe mbaj mend akoma më kujtohen ato djersët e ftohta. Edhe duart e ftohta nga emocioni. Duart e ftohta nga emocioni. Mirë, Merita, sa i takon kinemas? Shef filma? Shoh filma me shumë qef. Cili është zhanri i preferuar? Tani shikoj filma autor me shumë qef. E mendova. Filma hite që bëhen tani sepse përpiqem edhe të updatohem se çfarë filmi i ri ka dalë më interesant. Që mos jesh out, domethënë. Jo, edhe më intereson se me siguri tani që edhe teknologjia është rritur ke edhe qef të shohësh këto filmat. Mezi po pres ta shoh Maja të stuhishme, filmi që do dali tani, se kam lexuar dhe romanin. S'ka dalë akoma në kinema tani. Besoj se do të dalë së shpejti muajin tjetër. Okej, shiko, cili do të qofti pari që del? Kur të dali Maja të stuhishme apo në një film tjetër që të pëlqen, ne kemi një dhuratë për ty nga Kinema Cineplex, është bilet dyshe. Mund të shkosh me një person tjetër, me bashkëshortin, me një mikë zemre, shumë qef. Se më pëlqen shumë. Dhe është pa datë, kështu që kurdo që të dëshirosh për filmin e preferuar, urdhëro ta gëzosh. Shumë faleminderit dhe vlerësoj. Kinemaja është një gjë e mrekullueshme, kështu që ne të falenderojmë shumë që gjetë kohën edhe erdhe për të folur për ndjekësit e kinotekës, sepse siç e tham edhe në fillim është e rëndësishme që ditë pas dite të japim më shumë vëmendje artit, edhe ti e përmende gjatë intervistës që inteligjenca artificiale mund të bëjë gjithçka, po tek arti nuk e zëvendëson dot dorën humane. Në vërtet. Dhe nëse ne jemi përpjekur sot sa kemi mundur që të flasim për artin e vërtet, siç kemi bërë edhe herë të tjera, mua kjo gjë më bën të ndihem shumë mirë, edhe më bën të ndihem shumë krenar dhe të falenderoj që pranove. Unë ju falenderoj juve dhe sinqerisht, her pas here e harroja që isha para mikrofonit, sepse mikpritja juaj është vërtet e spikatur. Do me thënë e kam shijuar këtë moment sikur isha midis miqve. Të falenderojmë shumë. Hey miq, faleminderit edhe ju që na ndoqët. Mos harroni rripin e sigurimit, mos harroni na ndiqni në YouTube, në Spotify, në Radio Sol, aty në makinë tek 89.0 FM frekuenca, dhe siç thot Viola, na flisni në rrugë kur na shihni. Kështu që ju përshëndesim dhe shihemi për kurrën e ardhshme. Pafshim. Mirupafshim.